Jepi, mendoj se sulmi im surprizë nuk funksionoi. Ai ishte një plan i mirë. Roboti im duhet të të mposhte ty, Bulion. Akira është e rrezikshme atje lart. Prit, mos lëviz se po vi të të marr. Pa merak, unë jam shumë mirë. Kujdes tani. Jahu! Ej, të kapa. Edula, skuadra Akira është fituese konkursit të robotëve. E shoh. Pra Akira i ri ndëron të bëhet një komandant i robotëve në të ardhmen. Sigurisht që dua. Dhe unë një ditë do të bëhem komandant shumë i madh. Mezi po pres që të vijë ajo ditë, Akira. Akira? Akira! 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 Uf, sa mirë. Ishte veç një ëndër. Mos ke marrë gjë vesh nga gjyshi? Po, një mesazh nga profesor Hajime. Vërtet? Çfarë thot? Ai ka gjetur shpërthyesin Drago? Ai thot që i gjithë ekipi duhet të fillon të stërvitjen me komandanti mjeshtër sot. Çfarë është ky komandanti mjeshtër? Janë komandantë certifikuar të cilët janë tërhequr nga konkurrimi me rezultate të shkëlqyera dhe tani përdorin eksperiencën e tyre për të stërvitur brezin e ri. Me sa duket, profesor Hajime e ka bërë të mundur që ekipi Akira të stërvitet me 3 nga mjeshtrat njëri pas tjetrit. Them se ne duhet përmirësojmë dijen tonë në mënyrë që të mposhtim shpërthyesin Drago dhe të marrim ripin prej Titani. Në rregull. Le të shkojmë të takojmë këtë mjeshtër makaronash pra. Ai është mjeshtër Akira, jo makarona. Mjeshtër makarona? E ku është ndryshimi? Dëgjoj, nëse ti nuk do ta turpërosh veten, më mirë më sot ta thuash tamam. Është komandant mjeshtër. Në rregull. Komandanti mjeshtër, dakord? Komandanti mjeshtër. U kënaqët? Çfarë ke? Jo, asgjë. Për çfarë po presim? Le të shkojmë. Në rregull. Cili është emri i mjeshtrit të parë? Nuk e di. Ti se di? Si ka mundsi? Profesori na dërgoi vetëm emrin e qytetit dhe adresën. Po të tjerë, si quhen? Emrat e tyre janë të klasifikuar. Ne nuk do të dimë se cili është i dyti, gjersa i pari të na e tregojë. Qyshi gjithmonë bën të gjëra çuditshme si kjo. Me siguri. Ai gjithashtu tha që komandanti i parë do të stërviz vetëm njësinë e kafshëve. Ashtu që Djema, ndërkohë që ju do të stërviteni me këta mjeshtra, ne mund të rrim këtu të pushojmë. Ke të drejtë. Ju Djema nuk do të filloni stërvitjen derisa të takohemi me mjeshtrin e dytë. Jemi duke arritur. Bukur. Për 1 minutë e 10 sekonda duhet të zbresim. Në rregull. A kemi dhe shumë rrugë? Sipas adresës që kemi, duhet të jemi shumë afër. Jam kurioz të di se çfarë lloj personash janë këto mjeshtrat. Ai mund të jetë një tip preshteri i egër, por nga ana tjetër ai mund të jetë në presion, kështu që mund të jetë një plakush i lodhur. A mund të qetësoni ju të dy? Do ta marrim vesh kur të mbrim atje. Kape, mos është tungo fort. Ma në shokotën. Forca roboti ime. Mirë që është. Ato na duke se robot të vërtet. Po, këtë drejt. Në rregull, mjaft tani. Po ju prisja Akira. Kush je ti? Dhe nga e di emrin tim? Përshëndetje, jam Mili, komandantja mjeshtër e juaja. Duket sikur të gjithë këta vogëlush duan të bëhen komandant robotësh. A është kjo arsyeja që ata janë këtu? A jeni ju trajnerja e tyre? Po, Haruka. Isha njeriu më i lumtur kur isha komandante dhe mendoja se asgjë nuk mund të më bënte aq të lumtur. Por mbasi u tërhoqa, kuptova se puna me këto voglush më bën edhe më të lumtur. Këta fëmijë dhe robotët e tyre një ditë do jenë ata që do të ndërtojnë të ardhmen dhe misioni im është që të ndihmoj ata t'ia dalin. Bulion, shiko! Çfarë është? Ky është Brain, roboti më i ri, e ka trurin me fuqi super megabyte. Ja tashëm fare, she? Po, kjo është! Shkoj ka me Braini!
ti duhet të biesh. Eja Brainy, almost. Kjo nuk është e drejtë, as pak. Brainy fitoi, pranoje. Thuaj që ti dorëzohesh Bulion. Bukur, ke një ekip shumë të fortë, Akira. Dhe një ditë Akira do të ketë skuadrën më të fortë në botë. Them se ti kishe të drejtë, Akira. Ti po përmirësohesh vazhdimisht. Çfarë Bulion? Nuk të dëgjova. Jo, asgjë. Është koha për pjesën e parë të stërvitjes. Por, më parë do bëjmë një ndeshje të vogël dhe më trego aftësitë tuaja. Dua që ti të mendosh se kjo është një ndeshje e vërtetë. Trego çfarë di të bësh, Akira. Patjetër Mili. Në rregull Djema. E dëgjuat zonjën. Le të tregojmë asaj sa të aftë jemi. Në rregull. Ndryshimi i luftëtarit. Dajaku Bulion. Venusi Art. Forca Mili, jepi. Forca Mili, shko e kapi! Jepi Bulion, tregoja atyre se kush jemi. Tregoja asaj fuqinë tënde që na bën kampion të Ligës Albatros. 3, 2, 1, lufto! Jepi Bulion, sulm të shpejt. Me njëherë. Venusi Art, përdor satelitin kërcyes! Bulion, përdor kthetër rrufe. Fetre rrufe. Goditje fuqishme Turiel! Bloko me krah Bulion. Përsëri kthetën rrufe. Fetre rrufe. Venusi Art, dil nga luftimi! Ai nuk është edhe aq mirë. Ai është duke luftuar me mjeshtrat e robotëve të betejave, jo me disa humsa që harxojnë kohën kot. Bulion, çfarë ke? Ajo bëri një gjuajtje të fuqishme rrotulluese më përpara se të tërhiqej. Ky është roboti më i shpejtë që kam parë. Bulion, ngriu dhe lufto. Roboti i Milit është tepër i shpejt për sulmin ktheta e rrufes. Përdor kthetën e dyfisht. Akira, ku je? Jepi Bulion! Bulion, për çfarë po pret? Venusi Art, përdor satelitin kërcyes edhe një herë! Tani goditjen galaktike! Bulion, oh mos! Ja doli, Mili fitoi. Kjo ishte me të vërtetë e mrekullueshme. Forca Mili, forca! Bulion, si ndihesh? Bulion! Prit të ndihmoj. A je mirë, shoku? Mbahu Bulion! Oh, Bulion. Akira, U mund e vërtet keq, si ndihesh? jam mirë. E përse nuk e bllokova ti gjuajtje? Ç'të jeti? Çfarë të ndodhi Bulion? Përse ishe më i ngadalësuar se zakonisht? Akira, u zhduk. U zhduk? Pa pritur ai kishte ikur. Nuk mund ta dëgjoja as ta shihja. Por unë aty isha. Jo për atë. Çfarë do të thuash? Marsit e ti nuk punojnë si duhet. Unë them se është e mira ta kontrollojmë tani, si thua. Nuk ka asnjë defekt me sistemin e dëgjimit dhe të shikimit. Dhe as me transmetuesin e sistemit të dhënave. I bëra një kontroll të plot. Vazhdo të kontrollosh, Haruka. Çfarë mendon se mund të jetë? Të gjithë sistemet e tij janë krejt normal, nuk dallojnë ndonjë defekt. Po përse nuk mundi të më shohë të më dëgjoj? Nuk e di. Akira, Bulioni është roboti më i vjetër i ekipit tuaj, apo jo? Po, ashtu është. Pse pyet? E po, mbase i gjithë sistemi i tij po prishet sepse është tepër i vjetër. Prit pak! Mos po thua se Bulioni është jashtë përdërimit dhe që s'mund të luftoj më? Me gjithë respektin, komandante, kjo që po thua është diçka pa kuptim, është e pamundur. Mjaft tani. Por Bulion, a nuk e mjaft të dëgjova thash. se çfarë? Mjaftu më rekose për mua. Bulion, ku po shkon ti? Po lër vetëm për pak kohë. Oh, mirë, dakor, unë Mos u shqetëso, i bën mirë. Çfarë po më ndodh mua? Vërtet i gjithë sistemi im po shkatrohet ashtu siç tha Mili? A jam vërtet jashtë përdorimit? A thuaj duhem më ekipit Akira? Çfarë po ndodh këtu? Ai zë. E kam dëgjuar atë zë diku më parë. Kush je ti? Ku je? Tregoje veten. Është përthyesi drago. Faleminderit Mili, edhe Mirë pafshim! Mirupafshi, Mili, faleminderit. Mili, shikoje këto? Ti
çka ndodhi kur Akira dha komandën kthetra e dyfisht? Shiko. Kjo valë energjetike duhet të ketë interferuar në njohjen e sistemit dhe të qarkut të kujtesës. Dhe kjo e ka bërë të pamundur të shohë apo të dëgjojë Akirën. Ishte i çorientuar, s'mund të përqendrohej. Normal që ai përgjigjej ngadalë. Pa kush ta bënte një gjë të tillë? Ashtu siç mendova, shpërthyesi Dragoqën ka. Ç'kemi bulion, andihesh mirë. Për çfarë po flet kështu? Andihesh një lloj si më parë. Duhet ta kisha menduar më parë që ishte putra jote në këtë mesele. Bulion! Shpërthyesi Drago, prej ti e që ja bëre këtë bulionit. Askush nuk guxon të ngadrohet me antarët e ekipit Akira dhe të kaloj Unë të lehtë. njoh ty. Ti je ai që e do botën vetëm me robot, duke mos i lejuar njerëzit. Pse e transmetove atë valë energjike e cila i shkaktoi bulionit probleme? Thjesht eksperiment. Eksperiment? Doja të shije në mund të krijoja një bllokim nëpërmjet komandantit dhe robot. Një robot ndan me komandantin e tij një lidhje speciale dhe të thellë. Veçanërisht në rastin e bulionit, i cili është i vjetër dhe ka qenë për një kohë të gjatë me të njëjtin komandant. E dija nëse do të mund ta thyeja lidhjen tuaj. Atëherë do jem mjaft të prish lidhjen e çdo komandanti edhe robotit tjetër. Çfarë? Bulion është miku im dhe gjithmonë do t'jetë dhe nuk ka asnjë mundësi që ti të na ndash. E vërtet? Është e vërtet? Ti asgjë ja ke iden sa gabime ke. Shumë shpejt ti të shohësh gjërat në mënyrën time. Edhe pastaj ti do t'i jesh më së i lumtur të më ndihmosh të ndërtoj botën Ai time. kur nuk do të bashkohet me ty. Është e vërtet. Çfarë po fleti kështu? Ajo bot nuk ekziston. Shoqëria e vërtet që ti e ndëron do ndërtohet nga njerëzit dhe robotët së bashku. Fjalimi lezetshëm, komandant, por ti harron faktin që tani e tutje. Bulion do të më bindet vetëm mua. Vetëm ty? Ndryshimi luftëtarit. Pra, le ti bashkon burojat. Çfarë po bën ai? Bulion! Nuk mund ta besoj që ai po përdor valën energjike që të bashkohet me bulionin. Mbahu! Lufto Bulion, mos u dorëzo! Bulion! Që tani e tutje, ti do të gjosh sërin tim, dhe vetëm sërin tim, Bulion. Unë jam komandanti yt tani. Mos e dëgjoj atë! Unë jam komandanti yt! Akira! Ha! Bulion! Bashkimin burojës! Ti do të më bindesh! Do të bindem! Bashkimi mburojës! Luani shpërthyes dhe ta jak të zi! Bulion! S'ka mundësi. Është e pamundur. Nuk më pëlqen as pak. Shigjeta shqipojnë! Drajmok, shpresoj ta pëlqesh ironinë ashtu si që pëlqej unë, pasi do të shkatërroheni nga miku juaj më i afër. Bulion, Luani shpërthyes! Lëvizni djema! Shigjeta shqipojnë, Drejmon, largoni që andej! Shigjeta shqipojnë! Luani shpërthyes ka shpejtësinë e bulionit dhe fuqinë e shpërthyesi Drago. Nuk do t'jetë e lehtë ta mposhtim atë. O, ti ke të drejtë. I vetmi që mund të ketë minimumin e shansi që të më poshtë është Taigander. Çfarë do të bësh tani, Akira? Akira! Nuk kam asnjë zgjidhje apo jo? Haruka, kontakto me Vibotin të dërgoj Daigun këtu menjëherë. Sa po erdhi? Ryugu dhe Daigu, procesi bashkimit! Dëgjojmë këtu, Taigander. Duhet të dëmtosh Luanin shpërthyes që të lejoj bulionin të ndahet nga shpërthyesi Drago. Mirë se erdhe, Taigander. Ty po të prisja. Venusiar, përgatitu të sulmosh kur të jap urdhër. Goditje galaktike, tani! Venusiar dëshjesh Ti kontrollit. robot patetik. Fuqia e Luanit shpërthyes nuk ka shoqe. Taigander, përdor topin e Dragojit. Merr në shenjë Luanin shpërthyes. Përqendrohu në drejtim më tepër se në fuqi.
Ai po vjen me mua! Ai nuk shkon as sekundi me ty, unë nuk do ta lejoj. Nuk ke asnjë mundësi për të marrë bulionin, unë do ta marr përsëri atë. Ti je një kyçar, Akira! Është e pamundur që të më ndalosh mua! E pamundur apo jo, unë do ta marr përsëri atë dhe bashkë me bulionin dhe Taikanderin, ne do të fitojmë rripi prej Titani. Ngule në kokë këtë. Mos u bëj që shana! Akira! Bulion, Taikander, ndihmë! Akira! Unë do t'ja dal bulion. Së bashku ne do të fitojmë rripin për Titani, me siguri. Unë ta premtoj. Derisa të vijë ajo ditë, Akira, unë do t'jem për krah teje. Ta premtoj. Le t'i shtrëngojmë gishtat, mirë? Shumë mirë. Është e vërtet. Unë premtova që do t'jem me Akirën deri në fund. Çfarë po bën? Ndihmë! Më ndihmoni! Akira! Ndryshimi luftëtarit! Po vi, Akira! Të kapa! Si ti ta shqipoj? Taikander, largo nga ai! Taikander! Taikander! Taikander, a je mirë? Bulion! Akira! Jam këtu, Bulion! Shkatro mua! Kupton? Përdor topin e dragonit dhe më shkatro! Ha? Pastaj ëndra jote do të bëhet realitet, Akira. Vetëm kjo ka rëndësi për mua. Se çfarë më ndodh mua, kjo nuk është e rëndësishme. Jepi forca! Më shkatro! Ëndrat realizohen vetëm nëse fitoj rripin e Titanit së bashku me ty, Bulion. Ne ja premtuar njëri tjetrit. Dhe ne do ta mbajmë atë premtim. Ke të drejtë! Tani është shansi yt, Mili! Në rregull, Venosiar, sulmo tani! Bulioni është i lirë! Tani pa! Vi bot marrje! Thuaj flakës drago dhe ngrirë si drago të vinë këtu! Flaka! Grica! Flaka drago, këmbim burojash, dhe ngrirë si drago, këmbim shpatash. Ndryshimi i shpatës! Bashkimi i mburojave! Pra, flaka drago dhe ngrirë si drago. Ju jeni pjesë e ekipit Akira. E po s'ka gjë. Në fund të fundit, unë një ditë do t'ju komandoj të gjithë juve. Ju do të bindeni vetë të mua. Taikander, grumbullimi fuqisë plot. Grumbullimi fuqisë të plot. Sulmi shkatëruesi dragoi. Sulmi shkatëruesi dragoi. Sulme rrebesh zjarri. Rrebesh zjarri. Shpërthyesi drago, prima ses. Ndryshimi luftëtarit. Taikander, herët a vonë do të kontrolloj ty. Ta premtoj këtë. Faleminderit, Akira. Bulion? Po, jam unë përsëri. Haha! Hej, a je mirë? Po, fal teje. Sot më tregove se sa je rritur, Akira. Vërtet? Ej, ju djema mjaftu tallë tani, ktheu një punës. Këta djem janë vërtet të mirë. Ekipi Akira, nuk kam në çfarë t'ju mësoj ju. Kisha kërkesa të mëdha, por ju jeni më të aftë sa që mendova se do ishit. Jo, kjo nuk është e vërtet, pas ju jeni të shkëlqyeshëm. Çmimin e madh do ta marrim nga ju. Faleminderit komandante për çdo gjë. Mjeshtri i dytë që do takoni është Keti. Paçi fat djema. Faleminderit! Mirupafshim!